Kemi qenë të obliguar, ti rekomandojmë kryetarit komunës që të merë një vendim për ndërprerjen e kontratës. Nëse dikush ka përgjegjësi, ka ai që më ka bërë drejtor dhe ai që më ka shkarku drejtor dhe Inspektorati i Arsimit. Ramadan Krasniqi nga Rauveci nuk mban më pozitën e drejtorit të shkollës fillore të mesme të Ulët Heronjtë të Kosovës në fshatin Hoçevogël, të cilën e drejtoi që nga viti 2022. Ai pretendon se është shkarkuar qëllimisht dhe për arsye politike nga pushteti aktual në Rauvec. Ndërsa Inspektorati i Arsimit pasi mori një ankesë anonime për këtë rast dhe pas inspektimit, ka konstatuar se shkarkimi ndodhi për mungesë kualifikime, ndonse drejtori mbajti këtë pozitë tash 3 vjet. Ish drejtori i shkollës thotë se vendimi për shkarkimi ka ardhur pa paralajmërim dhe pa qenë informuar më herët për ndonjë procedurë zyrtare. Dhe përket vendimit të shkarkimit, unë jam njoftuar ditën e premte të datës 7 nëntor, pak kohë para përfundimit të orarit të punës. Kam qenë këtu në shkollë, se përket ligjit, unë besoj, edhe mendoj, po edhe besoj se unë ligjërisht jam zgjedhur në pozitën e drejtorit të shkollës, e kam ushtruar detyrën me ndërgjegje dhe nuk kam rënë ndesh asnjëherë me ligjin. Drejtoria Komunale e Arsimit e organizon procedurat të zgjedhjes së drejtorëve, kurse emërimin, kontratën e nënshkruan kryetari i komunës. Ashtu siç jam konsultuar dhe më kanë besu me udhëheq njëto udhëheq kryetari, moralisht kryetari i komunës, mua më thirr edhe me arsyetu marrjen e atij vendimit. E jo më thirr 15 minuta para se më kry orari i punës, edhe më flak në rrugë. Për mua ka qenë e papritur edhe shumë ofenduese. Inspektorët dhe inspektorati asnjëherë nuk ka kontaktu mua, po i ka kontaktu drejtorinë komunale të arsimit. Politikat e këtij kryetari pikërisht për shkak të shantazhit që u bën të punësuarve për të përkrah këtë kryetar. E them kështu me përgjegjësi të plot, pushteti i prish njerëzit. Pushteti absolut i prish në mënyrën më të keqe të mundshme. Jam i bindur që ka qenë një shantazh. Ai ka mujt kryetari i komunës mos me marrë vendimin për shkarkim deri në fund mandatit, për shkak se ka mundsu ligji. Unë do të drejtohem këtyre përmes gjykatës. Nëse dikush ka përgjegjësi, ka ai që më ka bërë drejtor dhe ai që më ka shkarku drejtor dhe Inspektorati i Arsimit. Për shkarkimin e drejtorit javë më parë ka reaguar Dega e PDK-s në Rauvec. Kjo parti ka akuzuar kryetarin e komunës Smajl Latifin për shkarkim politik të drejtorit të shkollës, duke pretenduar se i njëjti është shkarkuar para balotazhit pasi nuk ka marrë pjesë në tubimet politike të AK-s në Rauvec. Komuna e Rauvecit udhëhiqet nga Smajl Latifi i AK-s, i cili nga balotazhi i zgjedhjeve lokale më 9 nëntor 2025 është zgjedhur sërish kryetar komune. Kallxo.com ka kontaktuar me kryetarin Smajl Latifi në lidhje me akuzat ndaj tij, por i njëjti tha se mjafton që situatën ta qartësojë Drejtoria Komunale e Arsimit. Nga ana tjetër, udhëheqësi i sektorit të arsimit në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Rauvec, Lulzim Krasniqi, i hodhi poshtë pretendimet politike rreth shkarkimit të drejtorit të shkollës. Inspektorati i Arsimit me inspektorët e tyre kanë ardhur dhe kanë vizituar DKA-n dhe kanë kërkuar sqarime edhe dokumente të konkursit dhe të procedurave që ndjek për emërimin e Ramadan Krasniqit në pozitën e drejtorit, gjë ne kemi qenë të obliguar me ju ofru dokumentet. Ne si komision kemi konstatuar që drejtori, kandidati Ramadan Krasniqi i plotson kushtet për të zgjedhur drejtor në SHPN Herojtë të Kosovës në Hoçevogël. Ne jemi munduar me i shterë të gjitha mundësitë ligjore, sepse kemi dashur me mbrojt një drejtor tonin, cilin e kemi zgjedhur vetë. Kemi qenë të obliguar, ti rekomandojmë kryetarit komunës që të merë një vendim për ndërprerjen e kontratës. Për ndryshe, sikur ta kishim lënë me pas pretendime politike, me pas lënë që hajtë ta kryjmë këtë punë mas zgjedhjeve, ai automatikisht ka mujt me pretendu që vendimi është marrë para ditës zgjedhjeve, ndërsa vendimin ma keni pru pas ditës zgjedhjeve. Ne nuk kemi marrë me zgjedhje as kur janë, as kur nuk janë. Ne kemi marrë një vendim, e kemi thirrë kandidatin nga drejtori Afrim Limani, kjo është dorëzu vendimi i inspektoriatit, edhe kjo kështu ka përfundu për neve si DKA. Vendimi i atyre i PDK-s, unë po besoj që ka qenë për shkak të mungesës së informatave. Zoti Ramadan Krasniqi, që nga maji i këtij vitit është në ngjarje që inspektoriati është duke marrë me këtë çështje. Ndërsa me 23 qershor e ka marrë vendimin e parë të shkallës parë që DKA obligohet në ndërmarrë masa për me ndërprer kontratën e punës.
Kurse Inspektorati i Arsimit ka sqaruar se procesi ka filluar pas një ankese lidhur me përputhshmërinë e kualifikimeve të drejtorit të shkollës Heronjtë të Kosovës. Sipas tyre, arsyeja zyrtare e shkarkimit ka qenë mungesa e kualifikimit adekuat për ushtrimin e detyrës së drejtorit të institucionit arsimor. Ankesa anonime ishte dorëzuar më 6 maj 2025, ndërsa pas pranimit të saj, sektori i Inspektoratit të Arsimit në Prizren, më 23 maj 2025, ka realizuar inspektim në DK-n e Rahovecit. Ndaj këtij vendimi të Inspektoratit të Arsimit ka parashtruar ankesë ushtruesi i detyrës së drejtorit të DK-s në Rahovec, Afrim Limani, por ankesa e tij ishte refuzuar nga Komisioni Ad Hoc në kuadër të Ministrisë së Arsimit për shqyrtimin e ankesave të shkallës së dytë më 2 shtator 2025. Ndërsa procedurat për shkarkimin e drejtorit të shkollës Ramadan Krasniqi i ka iniciuar Ministria e Arsimit në një vendim të datës 2 shtator 2025. Kurse vendimi i Inspektoratit për iniciimin e procedurave për shkarkimin e tij është marrë më 26 qershor 2025. Sipas vendimit të datës 26 qershor 2025, në arsyetimin e vendimit pas inspektimit të realizuar, është konstatuar se kualifikimet e drejtorit nuk janë të profilit arsimor dhe nuk përkojnë me normativat mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, të përcaktuara me udhëzimin administrativ numër 05/2021, normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm. Sipas udhëzimit administrativ që Inspektorati është bazuar në shkarkimin e ish-drejtorit me numër 151/2020 i publikuar me datën 18 mars 2021, në bazë të nenit 5 paragrafin 1.2 thotë: të ketë kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithshëm dhe normativit për arsim profesional në fuqi. Por ky dokument tashmë rezulton se është fuqizuar. Ndërkaq nga Inspektorati thanë për Kallxo.com se janë bazuar në atë vendim pasi i njëjti ka qenë i vlefshëm kur ka ndodhur emërimi i kandidatit për drejtor shkolle. Vlerësimi i ligjshmërisë së emërimit është bërë sipas aktit që ka qenë në fuqi në kohën kur është kryer procedura. Mas njërën nga këto dy dokumente, kandidati për drejtor shkolle nuk i ka plotësuar dhe nuk i plotëson kushtet për të vazhduar detyrën e drejtorit të shkollës. Të dy aktet kërkojnë që kandidati për drejtor të shkollës të ketë kualifikimin e duhur sipas normativit profesional të arsimit të përgjithshëm dhe licencë të rregullt të mësimdhënësit, të cilat RPK nuk i posedon. Ndërkaq që Ramadan Krasniqi ka të përfunduar shkollimin bachelor universitar në Kolegjin Fama në programin Shkenca Politike dhe Administratë Publike dhe master i arteve në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Drejtori të shkollës Ramadan Krasniqit ju shkëput kontrata e punës me vendim të kryetarit të komunës Smajl Latifi më 6 nëntor 2025, dokument të cilin e ka siguruar Kallxo.com. Kjo pasi kanë kaluar 4 muaj nga vendimi i Inspektoratit për iniciimin e procedurave për shkarkimin e tij. Ramadan Krasniqi ka qenë drejtori i shkollës në Hoç të vogël nga viti 2022, ndërsa shkolla aktualisht ka mbetur pa udhëheqës të ri.